Për ekspertin e kriminalistikës Ervin Karamuço, ardhja e Obdat në Shqipëri është një mbështetje ndaj SPAK-ut. Sipas ekspertit, SBA-t nuk do të reduktojnë fondet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Sa kaq, Karamuço paralajmëron se pritet të ketë zhvillime të mëdha në sferën politike. Janë të njëjtët emra, me të njëjtat dije dhe asistencë. Vjen si pasojë një deklarate sepse politika amerikane ka shumë oscilacione, i cili ka thënë se nuk do të reduktojmë fondet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Do të jetë një kthim i shpejtë para zgjedhjeve. SPAK-u tregoi një pjekuri se edhe pa Amerikën kreu goditje në një nivel të paparashikueshëm. Ishte tregues për partnerët tanë që ne mund t'ja dalim dhe vetëm. Këto nuk janë si bonuse për të përfituar asistencë. Të shohësh prezencën e tyre aty ka një reagim. Nuk duhet ta kemi këtë që kur janë amerikanët ndodhin disa gjëra, kur nuk janë nuk ndodhin. Do të ketë zhvillime të mëdha, paralajmëron eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço. Ky fundi tregon se pas ikjes së amerikanëve në SPAK, pati një mbledhje që u arrit vazhdimi i punës së prokurorisë së posaçme si institucion, ku pak ditë pas saj u arrestua kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Nuk e themi dot këtë, por mund të spekulojmë deri diku që mund të ishte një kartë vizite mirë për qeverisjen amerikane. Mbasi kanë ikur amerikanët, pati një mbledhje në prokurorinë e posaçme. Për shpejtimi i proceseve që nxiteshin nga amerikanët nisi të frenohej. Nga kjo mbledhje u arrit që do të vazhdojmë si një institucion dhe vetëm goditje me dosjet që kemi dhe të tregojmë që jemi një institucion, dhe pak ditë pas saj ndodhi arrestimi i Veliajt, thot Karamuço.